Mirëmëngjes Matilda, mirëmëngjes Flor dhe të gjithë teleshikuesve të Radio Televizionit Shqiptar. Tani që keni këto çfarë bëj unë? Për motin, kështu është. Nuk keti një shkop magjik, Klaudia, që ta bëjmë kështu si Zana e Rushes. Po. Ta ndryshosh Si bota e motin. patit. Dhe me qëra fjale, bota e patit fillon mbas nesh. Bota e rozit. Bota e rozit, po ç'mu kujtua patit mua? Se di se E rëndësishme është bota e dikujt. Bota e patit. po si e kaluat fundjavën? Po e në pritje të shiu, Klaudia, ngelëm në Po pse se shijuat pak atë pak diell që kishim, po pritje të Me shiut. zi presim në fakt e Klaudia të mbledhim kocka të fundjavë. Nuk e di ti si e shpenson, po une Matilda besoj që më shumë gjumë se sa punë. E rëndësishme është që të gjithë e shpenzojmë në mënyrën e duhur, në mënyrën tonë. Por si pas të dhënave nga shërbimi meteorologjik ushtarak, ditën e sotme vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të paqëndrueshme. Moti parashikohet kryesisht me vranësira mesatare deri të dendura, por dhe me kthjellime të herpashershme. Këto vranësira do të pasohen dhe me rreshje shiu me intensitet të ulët dhe lokalisht mesatar në pjesën më të madhe të territorit, por më shumë të përqendruara në veri-perëndim dhe jug-perëndim. Ndërkohë që në relievet e larta malore dhe në zonën e Alpeve do të kemi dhe rreshje shumë të dobëta dëbore. Era do të fryjë me drejtim veri-perëndim me shpejtësi mesatare 10 metër për sekond, ndërsa në Lugina dhe Bregdet do të fitoj shpejtësi 15 metër për sekond. Vallëzimi në detet Adriatik dhe Jon do të jetë i forcës 3 ball. Temperaturat parashikohen në zonat malore 11 deri në 20 gradë Celsius, në zonat të ulta 12 deri në 23 dhe në Bregdet 11 deri në 21 gradë Celsius. Ky ishte edhe parashikimi i motit për ditën e sotme sipas të dhënave nga shërbimi meteorologjik ushtarak. Faleminderit Klaudia. Faleminderit Klaudia për gjitha detajet që ke ndarë me ne.